Në seancën e sotme parlamentare u zhvillua një debat I tensionuar lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për adherimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Ftesë kjo e bërë nga presidenti amerikan Donald Trump. Kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi replikoi me deklaratat e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se opozita nuk pranon përfshirjen e emrit të kryeministrit në projekt ligjin që ratifikon marrëveshjen. Për të nënshkruar atë për cilin ka autorizuar Bajram Begaj, sepse të ka dhënë autorizim presidenti I Republikës që të përfaqësoj Shqipërinë në këtë marrëveshje. Nuk ka zgjedhur askush, po tenton të zgjedhësh veten, sepse po të kishin zgjedhur, nuk kishe nevojë të kërkoje taulantin ta shënonte emrin në ligj. Nëse ti ishe I zgjedhur personalisht nga presidenti Trump, ç'a nevoje kishte ti kërkoje me lutje Elisës që ku të propozonte emrin, ku të propozonte projekt ligjin, të ta shënonte emrin në projekt ligj. E vërteta është që në bord është ftuar Shqipëria dhe sigurisht Shqipëria në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në organizma ndërkombëtar për paqen dhe sigurinë në botë përfaqësohet ose nga presidenti I Republikës ose nga kryeministri I Republikës, që ke marrë një ftesë personale për shkak se kanë respekt madh për ty, si kryeministri që pret kartelet e drogës në zyrë, kemi thënë që jo, nuk është një ftesë personale, është një ftesë drejtuar shtetit shqiptar, Republikës Shqipërisë, për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Dhe doli kështu. Nga 18 apo 19 minuta që foli, 15 minuta I kishte spaku. Ç'a lidhje ka spaku me këtë marrëveshjen e Bordit të Paqes? Apo do të japësh mesazhin spakut që shikos unë e kam mirë me Amerikën. Shikoni se Amerika vetëm mua një, prandaj po e ve emrin tim te kjo marrëveshje. Po kë ma shtron ti me këtë? Po ç'a I diti shqiptarët budallëj? Bardhi theksoi se miratimi I projekt ligjit duhet të jetë një proces institucional dhe jo një mjet për të personalizuar suksesin diplomatik. Në mbështetje të tij u shpreh dhe kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha, I cili kërkoi qartë që dokumenti të miratohet pa referencë për emrin e kryeministrit.